Ti dhe hoxha. Hoxha është një mësues i fesë. Është njeri i rëndëmt, është njeri i thjeshtë. Nuk është me vlera hynore, por megjithatë është trashëgimtar i profetëve, i pejgamberëve. Është ndonjë pejgamber nuk e kemi në këtë botë, pra po të kishte ne do të qaseshim pas tyre, por në këtë kohë pejgamberët i zëvendësojnë ulemaja, hoxhallarët. A kanë gabime hoxhallarët sa të duash? A ka njeri pra që është i rëndëmt e nuk ka gabime, është e pamundur. Por ti për gabimet e tij mos u lidh shumë dhe mos i lejo vetes që të kesh qasje injoruese ndaj tyre. Është normale që të kesh një hoxh më me prioritet, ti ndjekësh mësimet e tij me qejf, ta mendosh se është më i ditur, më i devotshëm e tjera. Por për mos pajtimet eventuale, derisa edhe ai edhe shokët e tij të rrasin në fenë Allahut, mos lejo veten që t'i urresh. Nuk bën. Asesi. Pra, merre din nga kushdo që ty të mbushet mendja dhe mendon se dija ti të çon drejt Allahut dhe drejt xhenetit më shpejt. Ama mos i urrej të tjerët. Mos lejo të flasësh kundër tyre. Mos lejo që të shndrohet figura e tyre në figurën e të kritikuarit e që ti mësosh tjerët që ata të mos i duan.